Ministri serb për të drejtat e njeriut dhe të pakicave Demo Berisha deklaroi se të drejtat e shqiptarëve në Serbi nuk janë shkelur, duke komentuar mbi kërkesën e ligjvënësve amerikan ndaj Departamentit të Shtetit për të shqyrtuar akuzat për diskriminimin e tyre në Serbi. Berisha pohoi gjithashtu se përfaqësuesit e shqiptarëve që jetojnë në Serbinë Jugore nuk duan të takohen me të, edhe pse ai, me origjinë shqiptar, nuk ka askush në këtë vend që mund të më bindë, meqense jam kreu i kësaj ministrie, se të drejtat e njeriut të bashkëdhetarëve të mi janë shkelur, ata nuk duan të punojnë, që kur kam qenë ministër i kam ftuar 5 herë për një bisedë, ata nuk erdhën, tha Demo Berisha për televizionin proqeveritar Pink më 5 shkurt. Zgjedhja e Demo Berishës në pozicionin e ministrit në qeverinë serbe u prit me dënim nga përfaqësuesit e pakicës kombëtare shqiptare, të cilët ndër të tjera vlerësuan se ai nuk përfaqëson shqiptarët, por një version të instrumentalizuar në shërbim të interesave të politikës serbe. Shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës, një term i përdorur për komunat e Preshevës, Medvegjes dhe Bujanovcit në Serbinë Jugore, shpesh ankohen për praktika diskriminuese nga autoritetet në Beograd, ndërsa zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë mbështetur dhe përsëritur vazhdimisht këto akuza. Antarët e Komitetit të Politikës së Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SBA-s votuan më 21 janar në favor të një projekt ligji që do t'i kërkonte sekretarit të shtetit të SBA-s të përgatisë një raport gjithëpërfshirës mbi situatën e pakicave në Serbi, me një fokus të veçantë tek shqiptarët në luginën e Preshevës. Por çfarë parashikon ligji i propozuar? Projekt ligji parashikon shqyrtimin e çështjeve të rëndësishme, duke përfshirë pasivizimin e adresave, kufizimet në përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet publike, diskriminimin në fushën e arsimit, duke përfshirë mosnjohjen e diplomave nga Kosova dhe mungesën e teksteve shkollore në gjuhën shqipe e të tjera. Lidhur me problemin e adresave pasive, ministri Demo Berisha thotë se në Serbi ka 63.000 adresa pasive dhe se nuk janë vetëm shqiptarët ata që janë në problem. Duke folur për problemin e teksteve shkollore në gjuhën shqipe, Demo Berisha deklaroi se Ministria e Arsimit ka 68 tekste shkollore në gjuhën shqipe, por se komuniteti shqiptar nuk ka dhënë pëlqimin e tij për to, ndërsa Berisha pretendon se tekstet shkollore që ata propozojnë janë në kundërshtim me proceset arsimore në Serbi. Shqiptarët në Serbinë Jugore ankohen për mungesën e teksteve shkollore në gjuhën shqipe, prandaj qeveria në Prishtinë shpesh u jep atyre ndihmën financiare. Sipas të regjistrimit të fundit të vitit 2022, më shumë se 60.000 shqiptar jetojnë në Serbi, duke përfaqësuar pakicën e 4 më të madhe kombëtare në vend. Përfaqësuesit e luginës së Preshevës dhe shtetit të Serbisë arritën 3 marrëveshje në vitin 2001, 2007 dhe 2013, të cilët parashikonin mbrojtjen e të drejtave dhe integrimin e pakicës shqiptare, por këto marrëveshje nuk janë zbatuar kurrë. Integrimi i shqiptarëve në institucionet serbe është pjesë e detyrimeve të Beogradit në kuadër të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian.